Shqipëria po shënon progres të rëndësishëm në sektorin energjetik, fal rritjes së qëndrueshme dhe burimeve të rinovueshme dhe zbatimit të një strategjie afatgjatë për diversifikimin e prodhimit të energjisë. Në ditën ndërkombëtare të energjisë së pastër, zëvendës kryeministra dhe njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku u shpreh se investimet e realizuara ndër vite kanë forcuar ndjeshëm sigurinë energjetike të vendit, duke orientuar Shqipërinë drejt një modeli të qëndrueshëm dhe miqësor për mjedisin. Sipas saj, strategjia kombëtare e energjisë parashikon që deri në vitin 2030, rreth 45% e konsumit vendas të energjisë elektrike të mbulohet nga teknologji fotovoltaike dhe eolike, duke reduktuar varësinë nga burimet tradicionale dhe kushtet hidrike. Balluku theksoi se ky progres është vlerësuar edhe ndërkombëtarisht pasi World Economic Forum e ka renditur Shqipërinë në vitin 2025 si një nga vendet më qëndrueshmëri të lartë energjetike, fal kapaciteteve prodhuese 100% nga burimet të rinovueshme. Gjatë këtyre viteve në sektorin energjetik shqiptar janë angazhuar mbi 2 miliardë euro investime private, kryesisht nga burimet të rinovueshme. Aktualisht vendi ka mbi 70 megawatt kapacitete të reja private fotovoltaike të instaluara dhe në operim dhe 400 megawatt kapacitete të shtuara nga vetë prodhuesit e energjisë të shpërndara në të gjithë territorin. Ministria bëri të ditur se Shqipëria disponon një portofol projektesh të pritur të çojnë kapacitete të reja prodhuese të rinovueshme për të 1500 megawatt me teknologji fotovoltaike dhe eloike në vitet e fundit. Paralelisht mbi 1600 megawatt kapacitete depozituese të energjisë përmes teknologjisë pump stage dhe baterive ndodhen në fazë studimi dhe vlerësimi financiar duke synuar rritjen e fleksibilitetit të sistemit energjetik. Në sektorin e energjisë diellore, Shqipëria ka kaluar nga projekti pilot në impiante të shkallës së lartë. Parku fotovoltaik i Karavastas është një nga më të mëdhenj, përfaqëson një nga projektet kryesore që pozicionon vendin si model për zhvillimin e energjisë së rinovueshme në rajon. Prodhimi nga energjia fotovoltaike në vitin 2030 parashikohet të arrijë rreth 2 milion megawatt për orë ose 25% të konsumit aktual vendas, ndërsa prodhimi nga energjia e erës vlerësohet në 1.4 milion megawatt për orë, që përfaqëson 17.5% të konsumit aktual. Në total deri në vitin 2030, rreth 45% e konsumit vendas të energjisë elektrike pritet të mbulohet nga teknologjia fotovoltaike dhe eolike, duke konsoliduar tranzicionin e Shqipërisë drejt një sistemi energjetik të qëndrueshëm dhe të sigurt.